Një këshill për vajzat edhe vajzat e reja edhe për vajzat e rritura, apo për vajzat e reja. Një këshill shumë e rëndësishme se duke qenë vetë moshkull, i di djallëzinat që kanë meshkujt. Asnjëherë, kur mos e ekspozo, mos ja ço trupin tanë dikujt foto. Sa do t'jetë ai person që ti t'jo bash besim ky s'ma bakur ata, sa do t'jetë ai person t'jo bash besim kur mos e përdor e mos e bën. Sepse kjo ka një bish të madh brapa, ne këtu nuk mund të rita shpjegoj tash këtu, unë është pak thjesht ti mos e ban, nuk kam pse më shpjegu më tepër. Thjesht mos e ban, pik. Vajzat e reja edhe vajzat e rritura, po flas në veç atij për këto vajzat e reja që tash 16 vjeçore, të çka ndo 15 vjeçore, që mas e ndjojnë këto, mos e ekspozoni kur veten, mos ja çoni kur veten tuaj. Runi privatësinë tuaj, runi respektin tuaj, edhe që të krijoni, që të vlerësoni se moshkulli mbrapa një moshkull, që të gjeni një moshkull të rregullt kur të rriteni, që të krijoni familjen, që bukuria e kësaj jete nuk është që ti të kesh, që të lavdëroj, domethënë kesh shumë meshkuj mbrapa teje. Ndërsa se nuk i përcakton mi fal do jenë fjalë bosh apo i fola unë, po me të ardhmen, domethënë kur të rritesh do i kuptoni vetë kur të rriteni. Thjesht mos ço foto nudo tujat dikuj.